Ju përshëndesim. Ja ku takuam sërish me profesor Lukën. Unë prap jam këtu për Angelin, për çdo njeri, për çdo shqiptar që mundohet në formën e vet të thotë diçka të mirë dhe mundohet që të jetë gjithmonë oponent. Njerëzit duan ëmbëlsira. Unë nuk para kam të tilla. Unë kam të vërteta. Dhe të vërtetat në pjesën më të madhe të tyre nuk janë të embla. Patjetër, vërteta gjithmonë është ajo që nuk duan të dëgjojnë. Nuk duan të dëgjojnë. Mirë po, nëse këta njerëz që po marshojnë, po grumbullohen, po pra këto janë futur tem tani ke protesta. Po kalove të pjesën që thashun në fillim. S'kemi çati, nuk kemi janë ujëra gjëra ashtu. Po të gjithë këta që po protestojnë kanë një qëllim që ta kthejnë vendin atje ku duan këta. Domethënë në një vend më të mirë, më të kulturuar, më të respektuar njerëzit me të drejtat e tyre, me gjykim të barabartë, më the të thash. Një pushtet që i shërben me një fjalë me të vërtet njerëzve. Ndërkohë që sipas tyre dhe sipas meje, në gjendjen aktuale, në këta 35 vjet, pushteti ka qenë maksimalisht i poshtër me vendasit, me njerëzit e këtij vendi. I ka keq trajtuar, ka pasur klientelizëm, ka pasur korrupsion të kudo ndodhur e më the të thash. Dhe njerëzit duke pas një gjendje të tillë ikin. Dhe këta që po rinë këtu tani thonë që ne duam një vend që njerëzit të vinë, të mos ikin. Ideja është shumë e bukur. Po çfarë është e vërteta? Se këtu kemi qëndruar. Tani, pjesa më e madhe e atyre që shikoni aty janë në fjalën e përgjithshme popull që nuk e kanë idenë e pushtetit. Nëse këta njerëz që po protestojnë sot, kërkojnë dhe e kanë të shkruar, të ikë Edi Rama, kjo do të thotë që duhet vi një pushtet tjetër, se shteti nuk mund të rri pa shtet. Ashtu. Tani, jo pa shtet jemi ne po. Jo, ne kemi një shtet, se qa bën ai shtet është punë tjetër. Po ne kemi një shtet. Të poshtër, le ta themi kështu. Tani ne na duhet një shtet më i mirë. Këta që shikon ti këtu turba, këta 50 apo 100.000 sa mund të jenë. Ka ndonjëri nga ata që e di se çfarë është fjala shtet? Çfarë do thosh me këtë? Ne çfarë do të them? Shteti Edi Ramës. Jo, do ma thysh para se ka është në gjithë analizat. Ai vlerëson këtë protestë apo jo? Që është quar populli shqiptar. Dale tash, prit, por nuk diskutohet që vlerësoj. Nuk diskutohet ajo. Domethënë, në një farë mënyrë unë jam përgatitur si kësaj proteste. Po të fjalë. Ashtu. As bëhet fjalë. Dhe më interesuari se kushdo tjetër këtu merreni si doni ju jamon. Saktë. Jamon interesuari që ky shtet të bëhet shtet që na shërben neve. Ke dhënë dhe ti kontributin tat unë. Po sigurisht nuk diskutohet. Tani, problemi është se ne kemi një pushtet që prej 35 vjetësh të paktën ka bërë të kundërtën e asaj që njerëzit kanë pritur. Domethënë, Sali Berisha ishte tradhtari i madh i cili në momentin kur populli shqiptar u zgjua dhe kërkoi demokraci, ai e shndroi atë menjëherë në një autokraci dhe krim kundër popullit. Nuk po i përmendim ato se ato tëra dhe në gjykatën se tash tëra njerëzit i dinë. E njëjta gjë ndodhi me Edi Ramën, e njëjta gjë ndodhi me Altin Dumani. Në kërkojnë që njerëzit pretendojnë dhe kërkojnë që këtu të ketë drejtësi, aty kemi një strukturë që nuk bën asgjë. Që i fsheh, që manipulon, që përdridhet e spërdridhet e 4 vjet nga 5 vjet duke bërë ti me gjasme. Dhe nuk arrin askund. Dhe njerëzit janë natyrisht të zgjynjur. Ky lloj pushteti nuk ka lindur dje dhe nuk rrëzohet me një ditë. Është dita 9 sot. Jo, mund të vazhdojnë 9 dhe 90, nuk është puna këtu problemi. Problemi është që ky lloj pushteti ka një pasuri të jashtëzakonshme, asetesh kriminale që e mbajnë në këmbë. Dhe lidhje kudo në botë që e mbajnë në këmbë dhe që e duan patjetër të jetë aty. Është qartë. Tani, këta njerëz kanë ndonjëherë eksperiencë që të përballet me një gjendje të tillë? Të përballet me diplomatët që kanë interesa të jashtëzakonshme këtu. Kanë marrë ata. E kupton? Të përballet dot me ata 30 krerët e shteteve me von der Leyen më se tash që erdhën këtu dhe u pritën nga Edi Rama me uljen gjunjë. Si thonë juve, ka që letësh të rrëzosh njëri të tillë? Përballeni dot me policinë, përballeni dot me shikun që është ku do ndodhur.
përballeni dot me valangat kriminale të krijuara nga Sali Berisha, nga Elin Meta, nga Edi Rama, nga më the të thash, nga biznesmen, nga bankier. Përballeni dot të njerëz kanë ndonjëri eksperiencë. Po do të themi një gjë tjetër. Jo vetëm që këta nuk kanë dhe nuk ka një organizator ose një organizator të dukshëm, se një protest popullore do njerëz konkret, nuk do tallava. Njerëzit kanë ardhur aty se kujtojnë që do të arrijnë një qëllim. E vërtet është. Absolutisht. Është rizjuar dhe njëri Po sigurisht. dhe Po pra, tani është kjo është pozitive për ta vlerësuar. jashtëzakonisht pozitive. Por kjo që është thonë të edhe kjo- mërshme që këta të zgënjejnë nesër. duke nisë tek unë i pari. Që jam S'ka vetëm rëndësi, mishë me shpirt tek domethënë gjithsekush këtu ka ardhur me shpresë të madhe dhe do të jetë maksimalisht e poshtër që këta njerëz të zgënjehen të nesërmen që mbaron kjo protestë. Që këta të bien në pushtet, një pushtet akoma më të poshtër se sa ky që është. Ky është qëllimi im. Unë nuk dua, me aq sa mundem, me aq sa kam mundësi të kontribuoj, që gjithë kjo masë popullore dhe gjithë ky popull nesër të dalin më keq nga çishte. Më zhgënjur se sa ish. Me i zhgënjur nga çishte. Dhe mos harroni të shprehen që ai që nuk të vret të bën më të fortë. Nëse kjo domethënë dështon, Edi Ramën e ke shumë herë më të fortë nga ç'është sot. Po ashtu për Berishën e për të tjerët. Domethënë, nëse nis një luftë i drejton pushkën e armikut, o do ta vrasësh o do të vrasë. Po e ktheve mbrapsh. E hangër. E hangër. Po pra. Tani këta njerëz po grumullohen, po mashtrojnë, po angazhohen. Marshojnë. Këta duan një drejtim konkret dhe profesionalisht politik. Nuk mund të ketë protesta që kërkojnë rrëzimin e një regjimi dhe qeveria dhe nuk na qenë politike, nuk ekziston kjo. Ajo detyrimisht është politike. Tjetër gjë pasaj se në këtë protest nuk duhet futen ata që janë politika e vjetër. Ndryshe mua bëhet. Kjo thuhet atë. Po sigurisht. Tani unë kam konstatuar drejt për drejt, jo me llafe njerëzish, që një pjesë e atyre që marrin mikrofonin atje nuk janë njerëzit që duhet që kanë të drejtë ta marrin. Domethënë është imorale që mikrofonin ta marrin ata. Sepse janë njerëz Sali Berishës apo tjetrit dhe tjetrit. E kupton? Domethënë që ta dishti parimi i Aikidos, e morëve çfarë thash? Parimi i Aikidos është jo të kundërshtoj forcën e armikut, po ta devijoj atë. Saktë. Edhe drejt asaj po shkon, unë po shoh edhe vetë. Po pra, armiku që është pushteti i vjetër, po krijon ta devijoj këtë masë dhe këtë energji në interes të vet. Dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që është në dorën tonë që kjo të mos ndodhë. Bravo. Çfarë duhet bëjmë ne? Çfarë mund të bëjmë? Si mund ta zgjidhim këtë domethënë se kjo Atëre. Nëse ne javë zgjidhim këtë dëgjojmë më. Po pra, le ta fillojmë parimisht. Parimisht do të thotë që ne po kërkojmë drejtësi apo jo? Po. Sepse fjala drejtësi në një farë mënyrë do të thotë edhe besim për vendin dhe kthim të atyre që kanë ikur. Po mos haro që mund të kam thënë një gjë tjetër. Jo të gjithë ata që kanë ikur sepse kanë pasur një arsye, domethënë kanë qenë të përndjekur, kanë qenë të varfër etj. Jo. Një pjesë jo e vogël e tyre kanë ikur me çanta me para. Dhe rrezik këta që vinë nga diaspora janë bite atyre për të rrimarr pushtetin këtu. Ikën, edhe vinë tani marrin pushtetin prapë, ikin prapë. U mbushën andej, i pastruan para andej, bën biznese më të tash e këtu vinë na shesin por se kanë ardhur se ju plasi barku për atë deun. Ju ka plasur barku për atë deun vetëm atyre që po vuajnë me të vërtetë këtu. Dhe kjo do të thotë që ai pushteti apo ajo bërtham pushteti që do të lindin nga kjo protest apo që kanë nxitur këtë protest, duhet marrë parasysh dy gjëra kryesore. Një, parimin e kontributit apo të meritës, dakor? Të profesionalizmit dhe të sakrificës. Domethënë, nëse na vjen nesër një pushtet që po aq poshtërsisht edhe poshtë sakrificën, edhe poshtë dijen e tjera, nuk ka ç'na duhet. Se do arri prapë në të njëjtën pikë.
nëse nesër ne marrim një pushtet që na vjen nga jashtë, pikërisht ai që ka kalbur dhe ka korruptuar gjithë këtë që kemi brenda, ne s'kemi bërë asgjë, kemi bërë të kundërtën e asaj që duam. E kuptove? Po, qartë. Tjetër, unë do t'ju them tani një gjë jashtëzakonisht kryesore. Ti e di që, domethënë, ne kemi bërë Republike që Edi Rama, si po e theti, urdhë në gjumë para Xhoxha Melonit. Pa ulja 17 herë tjera. Po pra. Edhe në zonë e thotë me krenari. Po pra, po ligji, po pra. Po pikërisht pra, ai tallet se ai e di që gjithë çka janë këta paria vet dhe ata që bëjnë sikur na ndihmojnë, janë po e njëjta gjellë. E nxisin vet ata. Ligji në nenin 268 thot poshtërimi i Republikës dhe i simboleve të saj, dhe ky vend është simbole. Di gjithë bota di që ky vend është simboli i qendresës popullit shqiptar. Dhe ky bust. Çdo të thotë kjo. Unë me kallëzim atje i thotë jo, po jo s'ka ndodhur, nuk është kështu. Çdo të thotë. Po çfarë e gjyqtar këtare? Po këta janë, se s'dua ta them. Gjëja me vogël mund t'i them që domethënë le ta quajmë që ai është ignorant dhe nuk njeh ligjin. Me vogla fare. Ti po ti thuash. Po pra, është që ti bësh nder. Po pra. Ndërsa tani do hedhim në një pikë shumë konkrete. Se këta janë xhami këta që organizojnë këtë, ose edhe janë të qëllimshëm. Atje në protest, atje tek ajo foltorja që i ngjan më shumë foltores se Sali Berishës, po merr ato nuanca, marrin fjalën shtetas italian që vinë këtu si turist. Po ti e di çfarë është kjo? Ç'është? Është akt subversiv. Që do të thotë. Kjo protest dhe ky popull sot kërkon regjim change. Ndryshimin e regjimit. Domethënë, jo vetëm thjesht Edi Ramës, po gjithë çka kanë qenë këto 35 vjet. Ajo thuhet aty. Kjo thuhet qartë. Tani regjim change është një çështje strictement e këtij populli. E kupton? Domethënë, kur bëhet fjalë për një luftë të brendshme për pushtet, se kush vjen dhe se kush ikën nga pushteti, të huaj duhet të mbajnë gojën kyçur dhe të rinë më njanë, të bëjnë se ir. Kushdo i huaj. E kuptove? Domethënë që një shtetas italian të vijë këtu e të na bëj leksione, ne duam Shqipërinë, ne duam të hedhim poshtë Edi Ramën, është akt subversiv, akt kriminal i një shteti kundër një shteti tjetër. Domethënë, nëse këta policie, këta prokuror do të kishin dy paramend, ata njerëz atje që marrin mikrofonin dhe flasin dhe italisht, e kupton? Duhet i marrin për zverku të rasin brenda direkt, të çojnë direkt në gjykatë. Është një formë spionazhi. E kuptove? Tani, unë nuk kam asgjë kundër italianëve, ta kam thënë 100 herë. O këtu të vinë, të hyjnë dhe dalin, të bëjnë biznes, të bëjnë jetë në tyre, të bëjnë turizëm, që aty do kokreqevit? Sa kohë që ata i bindën ligjeve të këtij shteti, jo të na bëjnë neve, të na mësojnë neve si ta bëjmë shtetin tonë. Shtetin tonë e bëjmë vetëm. Ata të rinë njanë, ata të mos paguajnë, ata të mos nxisin, ata të mos minjanojnë qytetarë shqiptarë që kanë tendencën për të bërë një veprimtari të caktuar s'ka rëndësi, domethënë çdo akt që ndikon drejt për drejt prej tyre në veprimtarinë e këtij vendi është akt kriminal i një shteti kundër një shteti tjetër. E kuptove? Domethënë, të gjitha këto që unë po konstatoj, ti e kupton që këta që janë organizatorë të kësaj proteste nuk e kanë idenë fare. Dhe ata nuk e kanë idenë se çdo të thotë shtetë. Ata nuk mund të përballen me Edi Ramën. S'kan asnjë shans. Ç'a do jepi si zgjidhje? Atëre, si zgjidhje. Po ç'a është më mirë të ndodhë tani në këtë moment që gjithë populli është dërë të shesh. Atëre, nëse pasën mos themi ata që i kanë nxjerrë to i kanë bua ato. Jo. Ka dalë nga arroganca e këtij pushteti. Jo vetëm atë. Dhe shumë gjëra tjera, patjetër. Po jo vetëm atë. Unë kam përshtypjen që kam me të vërtetë një nxitje nga jashtë. Për të protestën? Po. Kjo është përshtypja ime. Që në fillim e thua? Jo detyrimisht në fillim. Se fillimi ishte ndjesia e madhe që vendi po shitet, më thash,
Dhe fillimi ishte Edhe ne kemi thënë. Po natyrisht, po s'diskutohet ajo që kemi thënë. Fillimi ishte edhe arbutëria atje në Zvërnec, aty personat që e morën zvarë tjera. Por gjithmonë armiku këtë ka merit. Pse? Si e ka? Ajo që thash unë aikidoja, shfrytëzimi i energjisë popullore për interesat veta. Si e nxiti, duhet të them si e krijuam. Pra ti thua që e krijuam këto, po u krijuam për shkak se ndodhen ato gjëra dhe çuan njerëz. Ta thash edhe një herë, ata që vinë nga jashtë, jo të gjitha, mos vëm ishte njëra tjetër. Pra diaspora që vjen nga jashtë. Shumë prej atyre që vinë nga jashtë, ta kam thënë që der dhe unë e di nga eksperiencë personale dhe jam 1 miliard% i bindur që policitë e gjithë botës dhe në mënyrën më të poshtër policitë e vendeve të ashtu quajtura mike dhe shërbimet e inteligjencës andej, seleksionojnë njerëz në turmën e emigrantëve që mund të ketë për shembull në Itali 500.000, 600.000 veta, i thotë, ata shikojmë që këtë Altinin se duket buri i zgjuar, po i zgjuar, po i ri, po me familje të rregullt, po me talentin e gazetarisë tjera. Ta ndihmojmë këta ne. E ndihmojnë 2 herë dhe pastaj i thon Altinit, Altin, tash ti do punosh çik për ne. Dhe s'është të them që Altini të punoj për ditë për ta. Një herë mjafton. Ati ku intereson atyre. Po e ka Altini dhe ata që po organizojnë këtë protestë mendësinë, zgjuarsinë dhe eksperiencën për ta kuptuar këtë. Si duhet. Edhe nëse e kuptojnë, e kanë guximin ta thonë dhe të veprojnë. Kjo i duhet asaj proteste. I duhet një drejtim politik profesional. Që të di gjithçka, të di marrëdhëniet me popullin, që me sa duket ata e din shumë mirë, sepse kanë qenë të zotrit ta nxisin, po kjo nuk mjafton, është vetëm aja. Duhet seleksionuar populli në kuptimin që nuk duhet lejuar ata që dihen që janë armiq. Ai që ka qenë deri dje me Sali Berishin, ka ngrënë, ka pirë me te, ka qenë besnik me ty, ka marrë prej ti, i ka dhënë atij, nuk mund të jetë interesuar që ajo lloj proteste të dalin me sukses. Sa për të marrë një shembull, a? Po qartë. Por edhe krahë të tjera, partitë të tjera. Po sigurisht, nuk diskutohet. Prandaj, asaj atyre organizatorëve ju duhet një organizim. E kuptove? Atyre organizatorëve ju duhet një organizim, organizim profesionalisht politik dhe administrativ. Po puna është tu pastaj se po të dali dikush që do të thotë e ka mund se ty, herë ndryshon vjet dikush tjetër, nuk ka organizator të mirëfillës. Po duhet këtë pra. Po doli do thon pastaj kanë nxjerr ky. Jo. Si të dali nga gjitha turma ty, si mund dali, ma thy pak formën ti. Si mund të dali një dëgjoj tani. Drejtues. Ja le ta marrim, ja le ta. Se un kam i qenë mbeti me ty, dikush ka i gjë tjetër. Po mos diskutohet, po nuk diskutohet. Ne merrem me gjëra më të vogla. Jo, po nuk diskutohet. Njerëzit s'bën ai se ai ka bërë. Njerëzit kanë prirjet e tyre. Si mund votohet kjo? Si mund zgjidhet domethënë? Sa po e the fjalën? Votohet aty. Të votohet aty. Domethënë, Altini propozon që Angeli të jetë një prej kandidatëve të kësaj bërthame që nesër ta themi do jetë qeveri e re. Po themi kot. Altini thot Angeli. Unë them Petriti. Ai tjetri thot Manoshaqa. Pa çuar një listë, pra gjithë secili zgjedhin formën e vet? Po pra, jo, do çohet një listë me kandidat dhe të tërë këta që vinë këtu të edhin se kush të shikojë atë listë dhe thot filani, dhe do dali pa tjetër një bërtham. Dhe kjo bërtham do dali pastaj edhe në debat televiziv me njeri tjetrin, apo me përfaqësuesit e qeverisë. Dhe të tregojnë veten sa dinë ata nga kjo botë. Nga qëllimi i kësaj situate. Se nuk mund të bëhet kështu vetëm me turma, ju gjumë beriaj. Nuk është tallavar ti çun. Çfarë mendon ti që është si zgjidhje, pra këtë zgjidhje ti, zgjedhjet parakohshme apo qeveri teknike? Në këtë moment ku jemi. Çfarë është më pak e dëmshme domethënë? Duhet patjetër një qeveri teknike, sepse në këtë gjendje zgjedhjet parakohshme mund ta jap prapaj. E merr prapaj. E merr se i ka gjithë instrumentet. I ka gjithë instrumentet. Me gjykata, me. Prandaj po them unë që un prandaj të thash që pra me qeveri teknike, si zgjidhet gjë? Po pra, edhe një herë. Shtyp pak lutem. Akoma me që protesta është akoma gjallë, akoma e fortë, e kupton?
është e domosdoshme që të krijohet kjo bërtham. Të krijohet ky debat me njerëz Pra të krijohet kjo bërthama, pastaj kalojmë në qeveri teknike. Po pastaj ere. Kjo bërthama duhet jetë ajo që do përballet me qeverinë aktuale. Me qeveritë e shkuara. Qeveri e shkuara që të formohet qeveri. Me forcën si formohet qeveri teknike, si ndahet ajo përqindja, domethënë sa vin nga populli për shembull nga kjo turm që është tu, nga kjo revolt, dhe sa duhet të jetë nga qeveritë më parshme, domethënë ato që janë në parlament. Nga qeveritë më parshme, një qeveri teknike nuk duhet të ketë. Nuk duhet të formohet vetëm nga ato të popullit, mos ketë fare nga ata. Jo. Kjo quhet qeveri teknike domethënë. Po quhet teknike sepse ajo nuk është me politike. Ato të shkuarat janë politike. Pra do të jetë duhet jetë një bërtham me, të them, me inxhinier, me doktor, me gazetar, me aktivist, me sportist. Me njerëz që kanë ato tre elemente që the ti, kontributin, sakrificën dhe. Po pra, dhe kur të dalin këta njerëz, do të krijohet një pushtet që nuk varet me nga ish pushteti. Dhe gjatë kësaj periudhe do të na lindin e drejta e përfaqësimit faktik mediatik. Do të thotë që do dalin Altini atje, do përfaqësoj një pjesë të kësaj qeverie të ardhshme. Do dalin Sheqeri atje, do thotë unë jam mjeke dhe unë nesër mund të jem fare mirë drejtuesja e re e Ministrisë së Shëndetësisë apo e tjera. E kupton? Dhe vetëm në një gjendje të tillë mund të arrijmë në atë rezultat që këta mira njerëz duan. Sepse unë absolutisht nuk e besoj që këta njerëz kanë dalur këtu për të tallur. Ja, askush. Nuk diskutoj. Edhe unë pra kam kryer bindje time që askush nuk ka dalë për dikë tjetër. Nuk diskutoj. 2, 3, 4, 10 ka element patjetër. Ata 2, 3. Por masa. Po pra, masa këta 10 mira vetë që dalin çdo ditë. Unë nuk kam parë ndonjëherë dhe nuk kam dëgjuar të ndodhë ndonjëherë kjo gjë, nuk e di. E kuptove? Domethënë jemi në një gjendje ku nuk i frikojmë kësaj gjë që po thuat. Nuk duhet të lejojmë që kam 3 ditë, 4 ditë që kam si merak. Nuk duhet të lejojmë që gjithë kjo energji popullore të përfundojë në Kazanplerash, si i themi. Sakt. Ordra. Po tani ka këto ditë e fundit që ka tentativa që shihen edhe aty nga formati më pati disa raste që mund precipitonte gjithë situata. Që vim provokojnë këta. Po nuk diskutohet. Qa i jep si zgjidhja ti për shembull? Si mund të bëhet ajo? Si kishin ata që ishin protestë djem të rinj që vetë nga dëshira e madhe nga kjo gjë që po e vlerësojnë këtë gjë, që dalin ballë atyre përpara që nuk i lënë të afrohen. Dëgjoni këtu. Po kjo mund të krijojë një lloj incidenti që mund të tremi pjesën tjetër. Si është si gjë? Si mund të jap zgjidhje? Nëse populli është serioz, duhet të ketë parasysh që një betejë politike nuk shkon kështu vaj. Nëse shkon vaj, nuk është betejë politike. Është tallje. Dëgjoj mirë këtë. Nga ana tjetër, Shqipëria është një vend shumë i vogël. Ka një popullsi më pak se 2,5 milionë banor. Tani këtu, ku jemi ne këtu? Po pra. Po jo, më nesër. Po pra, s'ka rëndësi. Më pak jemi. Të gjithë shqiptarët e njohin njëri tjetrin. Të gjithë shqiptarët e dinë kush janë njerëzit besnik të Sali Berishës, të Edi Ramës, kush e patronazhistët, kush janë e tjera. Dhe nëse ata i shikojnë atje, secili prej tyre bëj një foto. Dhe ai grupi atij që do krijohet si bërtham, ti bëj publike. Largohuni. Po sikim pra. Jo, ti je i sigurt që ikin. Ti je i sigurt. Si të bëjmë foto? Ku të shef foton pastaj ta nxjerrin aty? Po, ta bëjmë publike. Edhe me pankarta. Unë ta nxjerrësh nga ana ligjore, s'ka gjë të keqe? S'ka gjë të keqe. Unë të kam pyesi patronazhistë të bëj foto për shkak. Por, shikoj, dalë tuar diçun. E diti që ka policia i ka të tërë me emra dhe me fytyra ata që kanë hedhur bomba molotov për hesab Sali Berishës? Po. Si mund të vijë ai këtu diçun? Si mund të vijë të fotot këtu? Nxjerrë me foto aty dhe shikoj. Ana ligjore nuk ka gjë, nuk ka gjë diçun. Asgjë. Ti dish që je i këtij dhe ne po luftojmë pikërisht këtë. Nëse ti e ke të shkruar të pankart burg Sali Berishës, burg Edi Ramës, çfarë keq ka kur ja jep me foto? Ti ke rëqërau që këtu. Shko struku me në një cep andaj tutje. S'ka rrugë tjetër për këtë. Domethënë, populli e ka të drejtën të bëjë çdo gjë që i jep atij mundësinë të ketë një pushtet të vetin dhe të pa qelbëzuar nga ata që ikën. S'mund të ndodhi ndryshe.
nuk mund të ndodhin që pushteti ta marrë një kalama 20 vjeç, 30 vjeç që na vjen nga jashtë, në mban ca fjalime aty për liri, dashuri, atë them se tash, dhe s'ka dhënë asnjë gjë për këtë vend. Dhe asë ka idenë se ç'a mund të japin nesër, absolutisht se kanë idenë fare. Po çfarë do bëhet ndodhi? Dëgjoj mirë ç'a thonë ata. Na duhen specialistë të huaj. E diti ç'do të thotë? Domethënë na duan po ata maskarën që erdhën këtu e bën vendin çamur 35 vjetër jashtë. Imagjino ti si edhe po nga Franca. Ha? Janë po. Jo pa qëllim do të kanë nga Franca. Ja këto janë ata që Edi Rama i quante histori suksesi. Të gjithë qerbësirat që kanë vajtur andaj janë të tërë të rekrutuar nga kudo, janë të tërë të rekrutuar nga shërbimet e atyre vendeve për të punuar për llogaritë atyre. Më fol pak për këtë pjesën e kësaj, ti domethënë, Edi Ramës, qëndrimet e tij, ai ka ndjerë këtë lagështirën si po e shet domethënë këto qëndrimet e ka filluar tani ka dalë shumë. Tani për tani Edi Rama duke shikuar që domethënë kjo lloj proteste nuk ka kokë, të paktën për tani nuk ka kokë. Ai do të trembet vetëm kur shikoj një kokë të cilës me të vërtet mund t'i trembet. Se ti je i sigurt ai nuk i trembet Marin Memës, ti je i sigurt ai se ka fare në llogari Marin Memën. Pse thua për Marinën? Po me që ka shumë njerëz që e duan e promovojnë, natyrisht ai s'djel shumë i mirë. Ka ndjenja dhe dashurie, po nuk mjafton për t'u dhënë përballë Edi Ramës, ta shpjegova më përpara. Po. E kupton? Ësakt. Domethënë Edi Rama përveç se është një njeri erudit, e kupton? Jo, dhe vetë Marini nuk është si ka shpreh domethënë. Dëshirë për të qenë pjesë e kësaj gjë. Jo, ai mund të jetë pjesë e një bërthame. Një qytetar me vlera, me respekt, edhe nga ne këtu. Ai mund të jetë një ka bërë punën e vet mirë, këtë gjë që po ai mund të jetë një njeri prej atyre të bërthamës. Bravo. Por nuk mund të jetë kreu. Don ky është mendimi im. Të jemi kështu me fjalë. Është më mirë. Pa dashur të ashtu. Unë e respektoj për ndjenjën e atë dashurisë, e quaj të sinqert. E kupton? Por ti jemi çik më të pastër, më të drejtë për drejtë. Saktë. Ai është pjesë e një kanali televiziv që haje pi nga Edi Rama. Mendoj se lidhen gjërat ashtu engjëll. Dale. Ai tepo mban qendrim, tepo del protestë, tepo flet për Shqipërinë. Qofse ai do bënte për Shqipërinë, po mjafton për kaq? Nuk mjafton. E tham pra atë, e tham. Po Edi Rama vërtet më shumë se të tërë për Shqipërinë ardiqon. Pa dëgjoj Sali Berishën. E kaloj Marinë e përshëndesin qofse. E di çfarë thon Sali Berisha? Qa ka bërë Skënderbeu para me? Jo, du të them për këtë pra që nuk lidhet çdo gjë me kanalin, pra. Jo, prit. Kuptoj një gjë. Që ta mbyllim tani, kuptoj një gjë. Shumë se kanal kritika nga njerëzit thonë sa më të shkurtra që kanë mesazhe se s'kan kohë njerëz. Channel është një televizionet më të vjetra në Shqipëri. Dhe ka pasur, domethënë, impakt të madh në shoqërinë shqiptare. Dhe ka mundësi të pafundme, që nga emisionet investigative, ato pra dhe dashurinë, koncerte, domethënë art, sport, çfarë të gjitha. Tani, nëse një televizion i tillë merr para rishfet për të mbyllur gojën në një çështje të caktuar, se kur merr 2 milionë 3 milionë dollar rishfet, nuk i merr për të thënë që ore Altinin e pam pa brek në sheshin Skënderbeu. Jo, natyrisht që e ka fjalën për gjëra shumë më të rënda. Ai si gazetar ka mbyllur syt kur kanë dalë këto gjëra. Sepse ai në një mënyrë apo në një tjetër e di që përfiton nga kjo gjë. Ata të pronarët e Top Channel kanë qenë edhe të jetuar në SPAK. Dhe SPAK i mbyll gjithmonë këto çështje sepse ka përfitimin e vet. Domethënë, pa dashur ta ofendoj askënd në këtë botë, sepse siç tham, ligji bën të vetën dhe duhet ta bëj të vetën dhe për këtë po luftojmë, e kupton? Por një gazetar investigativ, addetar, diku duhet i thotë në një të vërtet shumë më të rëndësishme se ato gurët që u lumton ai që këtu pas ka pasur gjuhën shqiptare. Janë shumë më pak të rëndësishme se ajo që kërkojnë njerëzit sot. E tha mirë? Atë. Kemi në mesazh fundit? Mesazhi fundit, dje me vajza
juroj energji të pashtershme për të arritur një qëllim mbarkombëtar, për drejtësi, për mirënjohje ndaj atyre që kanë sakrifikuar, për respekt ndaj atyre që kanë vazhduar të punojnë dhe i kanë rezistuar pushtetit, për respekt ndaj atyre që luftojnë për ditë në vetë të parë, dhe për të ndërtuar një shtet të meritës, të profesionalizmit, dhe të një atë dashurie që të mos mbaroj kur, sepse ky vend është gjithmonë në rrezik. Ky është mesazhi im. Dhe kjo do të thotë që shikoni më mirë të vërtetat. Tani një pyetje kam Jo ato embëlsirat që u japin kështu me sakt. Ha. Tani pyetje, kjo është përmbysë fare. Po. Kjo që bëm ne sot tani. Njerëzve që do ta ndjekin, do t'i shërbejmë më për mirë apo më për keq? Atëre, le ta themi kështu. Kjo që bëjmë ne sot do të ndaj shapin nga sheqeri. Nëse këta njerëz me të vërtetë kanë forcën për të bërë atë që duhet, do vazhdojnë. Nëse nuk ka, jo duhet të them të jo se unë besoj se ti ke, nuk besoj, nuk dyshoj asgjë fare. Thjesht njerëzit për shkak se në median është gjithmonë që nga dita e parë e protestës kanë dalë të specialistët, karamillat e karapillat, karavillat e jo agjentura greke, serbe, gjona. Ata po tregojnë poshtërsinë e tyre. Po. Pra nuk dua unë paktën për vete, por edhe për ty, edhe për kanalin Pisk, si kam qenë pothuajse çdo ditë, çdo moment kjo gjë, kam dhënë edhe unë atë timen si qytetar, më shumë se sa gazetar. Kam qenë më shumë përfshirë si shqiptar këtij vendi, se sa gazetar. Nuk duhet që të keq kuptohen, thonë që me këtë që po bëjnë, por është e gjitha kjo gjëja, është e lexuar, Angeli tha që e vlerësoi maksimalisht se çfarë po ndodh. Madje ne kemi bërë thirrje prej kohë të gjë se çfarë po ndodh. Më dëgjojnë që por vetëm duhet kemi kujdes, edhe këtë se çka thotë Angeli që duhet kemi kujdes, unë po e vërej aty brenda, mund mes. Më dëgjojnë që këto. Ata zotrinj atje thonë që agjentura greke, po nuk e kanë thënë asnjëherë agjentura italiane, po e them unë. Megjithatë, ata zotrinj që janë specialistë, se kështu e mbajnë veten ata, që janë tërë ditën në kontakt me spakun, me policinë, me prokurorinë të rrethave tjera, pse nuk ju thonë atyre që zbërtheni këtë agjenturë dhe verini para përgjegjësisë? Konkretisht, jo me lafe. Me që janë ekspertë, mirë tha. Jo me lafe, që në jenë ekspertë. Si as gazetar, unë si as analist. A i paguhet e mërë një mal me para se është ekspert. Fiks për merë për kapi ato gjithë. Më të gjënë që këtu. Më të gjënë që këtu. Qësën shenjë, hajde në merë. Unë kam vite që i them policisë shtetit që ju jeni në pikën 0 përsa i përket antiterrorit, jo antiterrorit, po kundër spionazhit. Këtu lëvizin gjitha spionash nga gjitha vendet e botës, ti je i sigurt për këtë. E kupton? Dhe një pjesë e mirë e tyre janë të pranuar nga vetë qeveria. Kanë kontrata drejt për drejta. Meloni ka pasur një kontratë që në 2005 me Mossadin, që ka prishur para pak kohësh, e kupton? Dhe të sigurojnë ata spion, e kishin me tagrë që mund punonin gjithë Europën, 200 spion. Të super përgatitur. Ata i ke këtu sot. Dhe më thënë, i thuaj ati zotit Karamuqo dhe atyre të tjerve që bëjnë dërder në për ekranet e televizionit, ndihmoni shtetin me informacione direkte. Po ish ministri drejtësisë, që shajti shqiptarët nga rrobat e kështu. Kur? Ylli Manjan me 3 breza. Me 3 breza duke shajtë shqiptarët, pse dalin protestojnë. Të lutem mos na. Okej, po, ai sa ma ka thënë shumë veta këtë shprehje. Sa i që kanë përmend të emër, edhe këtë gjë, Nuk jam vlen fare. Po, të lutem vetëm mos ma thuaj dashim. Jo, mos asgjë. Angel, të falenderoj, të përshëndes. Miq, merrni, siç e them gjithmonë, merrni më të mirë nga kjo gjë. Thjesht pyetja e fundit ishte vetëm për këtë gjë që mos keq kuptohet e gjitha, edhe pse Angel është shumë i kujdesshëm në mënyrën si artikulon dhe i ndan gjërat në kronologjinë e gjithë narrativës që ndërton për situatën e kësaj gjës, paktën për mua, këtë moshë që kam dhe më aq sa kam dëgjuar në historinë e Shqipërisë, ka qenë gjë më e bukur dhe realisht e kam thënë edhe vetë, edhe në disa dalje tjera, në disa video tjera që unë po i përgatis veten që mos kemi zhgënjim madh, por ajo është frika më e madhe, domethënë që kjo gjë kaq e bukur
Nuk duhet të jetë frikë në kuptimin e frikës. Jo, në kuptimin e po frikës. duhet të jetë frikë në kuptimin e kujdesit. Kujdesit, bravo. Për te kisha do të jemi më të kujdesshëm dhe mos ushqehemi dhe mos shitemi se kjo nuk është shaka. Si shqiptarë që po flasim ne që janë shitur dhe po duam t'i hedhim poshtë. Kjo është betejë, nuk është shaka, nuk është tallava, hajde dalim këtu e kërcejmë atje. Do të kemi kujdes. Edhe ai që e ka bërë të që ndoshta nga euforia, nga emocionet është i përfshirë, kemi shprehur me mikun tim që themi që gjithsesi nga këta do vetë përjashtoj veten pra. Në momentin që ndoshta bën një lëvizje, ai gjithmonë që ka ndjesinë sedrës, ndërgjegjës të vetë përjashtoj me të vërtetë do këtë vend është i pastër, do ta shikoj deri ku e ka çapin. Po. E bën dot se bën dot. Bëhet më mirë. Po pra. Përshëndes. Altin gjithë mirë. Do takohemi në vazhdim tani se janë këto ditë që ka akoma më shumë kështu. Është zi impresioni fort tani.